Një çift i ri ishte shpërngulur në një lagje të re dhe një ditë ndërsa po hanin mëngjes, gruaja vuri re fëmijën që po varte rrobat për t'i tharë jashtë. Ajo u vret dhe tha: "Ato rroba nuk duken fare të pastra. Ndoshta ajo nuk di si të lajë siç duhet, ose ndoshta përdor detergjent të lirë." Burri e shikoi rrobën, pastaj shikoi gruan, por nuk tha asgjë. Çdo ditë fëmia varte rrobat jashtë dhe gruaja bënte komente të ngjashme. "Shiko ata njolla. Si nuk i vren ajo, ndoshta dikush duhet t'i thotë se si të përmirësoj mënyrën e larjes." Burri vazhdonte të qëndronte i qetë, vetëm dëgjonte dhe pinte kafe. Rreth një muaj më vonë, gruaja pa nga dritare si zakonisht, por këtë herë u habit. "Shiko," tha ajo, "rrobat e saj janë shumë të pastra sot. Duket se më në fund ka mësuar se si të laj mirë." Pyes veten kush vallë e ndihmoi. Burri buzëqeshi dhe tha: "Në fakt sot u zgjova herët dhe pastrova dritaret tona." Gruaja mbeti pa fjalë. Ajo kuptoi se gjatë gjithë kohës nuk kishin qenë rrobat e fëmijës që ishin të pista, por njollat dhe pluhuri në dritaren e saj që bënte gjithçka të dukej keq. Mesazhi i historisë: jeta është shumë si kjo histori. Ajo që shohim te të tjerët varet nga qartësia e dritareve përmes të cilave shikojmë, mënyra se si mendojmë, qëndrimet tona dhe paragjykimit. Kur gjykojmë të tjerët, kjo flet më shumë për ne se sa për ata. Para se të drejtojmë gishtin, ndoshta është koha të pastrojmë dritaret tona, të heqim inatin, zilin dhe negativitetin që errëson këndvështrimin ton. Nëse kjo histori të solli vlerë, ndaje me të tjerët, shkruaj një koment më poshtë dhe na ndiq për më shumë histori të tilla. Zotit bekoft.